më tepër që kemi dhe avantazhin që jemi përballë sezonit turistik, vazhdon që situata edhe nëse do gjendet paqja përsëri vende si Turqia apo vendet e lindjes së mesme kanë konsiderohen më tepër riskioze, kjo ndoshta mund të bëjë një pjesë e turistëve që kishin menduar të kalonin pushimin në Turqi mund të shikojnë dhe si një destinacion të mundshëm Shqipëri, që kjo do na jepte edhe më tepër Po, avantazh. do të ndalemi edhe pak aty, pak më tutje, zoti Muço, sepse do doja në fakt të shtroja edhe një pyetje mbi një diskutim që realisht nuk është se e bëjmë për herë të parë nga kjo studio, apo jo, pra shpesh ne kemi folur për problematikën e faktit se Shqipëria nuk është prodhuese, por është kryesisht importuese. Pra, pjesa më e madhe e produkteve, pavarësisht se mund të prodhohen në vendin tonë, ose nuk arrihet bilanci, ose nuk e di se çfarë ndodh, shpesh e kemi analizuar, por në situata të tilla vihet më në pa ose bëhet më e dukshme, po themi, si fenomen fakti që bujqësia jon nuk është aty ku duhet, apo jo? Shiko, kemi folur ndër vite për reformat strukturore të thella që do bënin të mundur të orientonin prodhimin vendas drejt atyre sektorëve që mund të kemi avantazhe krahasuese. Një ndër sektorët e citove dhe ti me të drejtë është bujqësia, që ndër vite ka pasur aty 1/3 e punësuarve në sektor, ka qenë rreth 1/5 e prodhimit të përgjithshëm brut dhe sot ka pasur një kurrje në vitet e fundit, sot është diku ke 15%, po përsëri vazhdon që të konsiderohet një sektor i rëndësishëm. Domethënë analiza e potencialit tonë në sektorin bujqësor është që ne të jemi autosuficient, pra të gjithë ato që ne konsumojmë në vend, të jemi në gjendje që ti prodhojmë vetë. Ajo që është bërë në vitin e fundit është që një neglizhencë apo një mungesë, le të themi, interesi për të investuar në sektorin